Përshëndetje, mirë se erdha në kanalin tonë Kriptovaluta Shqip. Sot do të diskutojmë gjendjen e tregut po ashtu të Bitcoinit. Bitcoini ka pasur një rrëmje mbi $80,000 dhe shumica e investitorëve të rinj normalisht janë në humbje. Pse në humbje? Se këto janë investitorë të rinj që kanë hyrë në kripto, kanë hyrë pa edukim dhe pa plan blerje dhe dalje. E kanë ble Bitcoinin ose në altcoins në ATH. E kanë ble kur shumica kanë shitur dhe normalisht sot janë në humbje se Bitcoini ka ra dhe po ashtu i ka marrë me veti edhe altcoinsat. Dhe tani ato janë të bllokuar dhe nuk dinë çka të bëjnë. Një investitor i mençëm, një investitor që ka investuar në edukim, sot ai e din çka të bëjë. Sot ai përsëri e blen Bitcoinin ose altcoinsat ku ai beson që ai altcoins do të bëj një fitim në të ardhmen parat. Shumica e njerëzve që janë me përvojë në kripto blejnë kur të gjithë shesin, do me thonë blejnë kur ka gjak në rrugë. Kjo është një shprehje amerikane. Do të shkojmë në CoinMarketCap. Mujna me po këtu që Bitcoini është një çmim prej $78,000 momentalisht. E kena pasur një çmim shumë më të vogël, e kena pasur një çmim mbi $76,000 dhe shumica e njerëzve kanë qenë në panik, kanë shitur. Altcoinsat janë ato që më shumë kanë pësuar dëm, më shumë kanë ra. Për shembull, Ethereum ka ra në një çmim $2,300. Po ashtu mujna me po se shumica altcoinsave në shtetet e fundit kanë pasur rrëmje të mirë. XRP-ja ka ra 15%, Solana ka ra 16%, Troni po ashtu, Dogecoin. Mos të diskutojmë për me coina. I vetmi që në këtë rrëmje ka pasur ngritje është Kitokeni Hype. Ai ka pasur ngritje në shtetet e fundit 35%. Nëse morëm në krahasim me këto, ku shumica kanë pasur rrëmje, hype-i është duke mbajtur stabil. Dhe kështu me radhë mundeni me po që i gjithë marketi po ashtu altcoinsat në këtë rast janë në humbje, janë në korekcion të mirë. Pse them korekcion? Sepse une blej kur ka kështu korekcione, une personalisht. Une nuk blej kur Bitcoini është në $120,000 ose Ethereum në $3,000-4,000. Po, e blej Bitcoini në $120,000 kur bëj DCA, se DCA në kam afat gjatë 10-15 vjetë dhe ati nuk e shoh çmimin e Bitcoin. Por, une të blej sasi të madhe të Bitcoinit ose të altcoins kur është në pikën më të fundit, është në një ATH, nuk e bëj këtë gabim. Edhe unë kam qenë fillestar si ju, edhe unë kam bler në ATH, edhe unë kam humb para derisa i kam mësuar këto sene vet në mënyrë më të keq që do të humbur para, por çdo sen paguhet dhe unë i kam mësuar në mënyrë më të keq. Shumica janë në panik dhe nuk e din çka të bëjnë. Këtu e kemi Michael Saylor. Michael Saylor, siç e dini dhe sot unë e kam përmendur shumë shpesh në videot e mia, ai është me një strategji DCA, dollar cost average në Bitcoin, dhe ku të gjithë janë duke përqeshur nga viti 2020 Michael Saylor se ai do të falimentoj sot, do të falimentoj nesër. Michael Saylor në këtë rrëmje ka bler përsëri Bitcoin. Ai përsëri ka investuar $75.3 milion në Bitcoin. Ai ka bler 855 Bitcoina. Mos të harrojmë, Michael Saylor sot posedon 713.500 Bitcoina, ose në vlerë $54.26 miliard. Posedon veç në Bitcoin, ku shumica po ashtu ende në panik dhe nuk e din çka të bëjnë. Ki Whale, Satoshi Whale, në ditët e fundit, mundeni me pa këto transakcione, ai ka ble 20.000 Bitcoina, veçëm në ditë. Ai ka ble 20.000 Bitcoina, para menoni çfarë blerë ka bërë ai. Ka investuar, para një ditëve ka investuar $927 milion. Përsëri ka investuar $926 milion. Menoni se ki person është një person që nuk e din se çka do me thonë Bitcoini, a menoni se ki person ka dëgjuar për Bitcoin dhe ka vendosur që të blej? Jo, kjo është një person që e din e ardhmën e Bitcoinit dhe ka investuar në Bitcoin. Ndoshta edhe ka një informacion që në të ardhmën e Bitcoinit do të shpërthej, nuk e dim, unë ashtu informacione nuk kam. Shkojmë me lajmin e radhës, shkojmë më tutje. Ripple e merr licencën e plot në BE për para. Ripple ka marrë gjitharisht një licencë të plot për institucionet e paras elektrike, EM, i cili është regulatori i Luksemburgut. Kjo është një lajm i madh dhe i mirë për Ripple se
do të bëhet çdo transakcion në botën reale nëpërmjet Ripple. Kjo është një lajm i mirë për XRP po ashtu dhe të gjithë investitorët që janë në Ripple, është një lajm shumë i madh dhe shumë pozitiv për Ripple po ashtu edhe për botën e kriptovalutave. Mundeni të shohim këtu se BlackRocku nuk ka ndalur të bëjë shitje. Mundeni me pa këtu që BlackRocku çdo herë kur ka ramje edhe BlackRocku vendos të shit. Ai ka shit $513 milion në Bitcoin dhe $133 milion në ETH. Por kur përmendim BlackRockun, nuk ka shkuar BlackRocku ose CEO i BlackRocku që të shes Bitcoini personalisht të bëj sell. Kanë shitur investitorët që janë në BlackRock, kanë shitur investitorët që përkrahin BlackRockun. Normalisht ata e kanë shitur Bitcoinin e vet, nuk e ka shitur personalisht BlackRocku, por ky lajm kur shpallet në rrjetet sociale, ky lajm shpallet që BlackRocku ka shit Bitcoinin, BlackRocku ka ble Bitcoinin. Sot e kom pa një lajm që po ashtu BlackRocku ka ble gati $150 milion Bitcoin. E këtu mundeni me pa që institucionet që kanë miliardë në cirkullim bëjnë shitjen e Bitcoinit në Bitcoin ETF. E kena këtu që BlackRockun që e ka dhënë $528 milion, ka shitur po ashtu ka shitur edhe $317 milion, 14 milion, 110 milion, mundeni me pa që konstant ka bërë shitjen të Bitcoinit. Kurse dje ai ka bler Bitcoin. Kjo është normale. E blen Bitcoinin poshtë, e shet nalt, e pret me ra poshtë, përsëri blen, përsëri e shet. Kjo është tregti. Çka duke bërë këta? Se këta nuk hinë në Bitcoin me $1.000, po siç e shihni këtu $142 milion ke investuar. Këtu ka shitur $528 milion. Do me thonë, janë cifra maramendëse, numra maramendëse ku 5-6%, 10% luan shumë rand. Në $1 miliard, 10% është $100 milion. Një shemb. Po shkojmë më tutje me lajmin që paramenoni banka zvicrane ka nisur të investojë në Bitcoin, por në mënyrë indirekte, nëpërmjet kompanisë Michael Saylor. Kjo është kompania MSTR, kjo është kompania e Michael Saylor dhe kjo bank ka në posedim ka një vlerë mbi $7 trilion. Dhe këto kanë vendosur që të blejnë Bitcoin në mënyrë indirekte nëpërmjet kompanisë Michael Saylor me vlerë $800 milion. Kjo është një lajm shumë i mirë për të ardhmen e kriptovalutave, për të ardhmen e Bitcoinit. Bitmin, i cili është gigant dhe mban shumë Ethereum, sot mas ramjes e Ethereumit ato përballen me humbje masive. Ato janë mbi $7 miliard humbje pa realizuare për arsye se ato nuk e ka shitur Ethereumin, e posedojnë, por veç janë në humbje. Dhe normalisht nuk do të shesin Ethereumin në humbje, por mund të shihni që më shumë në humbje që kanë përjetuar është kompania Bitmain me $7 miliard në Ethereum. Dhe në qarkullim kanë dalur disa lajme që për Bitcoinin që Jeffrey Epstein e dini skandalin që ka dalur online për Jeffrey Epstein, për emailët, për videot, për shumica e njerëzve elitare që janë të përfshirë në këtë me Jeffrey Epstein, ku shumica janë duke pretenduar që ky është Satoshi Nakamoto, që Jeffrey Epstein është Satoshi Nakamoto. Dhe pse janë duke pretenduar, mundeni me pa këtë email në vitin 2019 ku ai ka shkruar me një X person, do me thënë nuk e din kujt e ka dërguar këtë email, ku ai ka diskutuar për Bitcoin. Dhe ka shkruar që Bitcoini është një ide briljant. Ka diskutuar me një person, nuk e dim kush është ky person kujt e ka dërguar emailin, po ashtu e kemi ka ndalur në qarkullim edhe ky lajm ku Jeffrey Epstein ka shkruar një email ku shkruan he been. Kush është Bane? Nuk e dim. Satoshi pseudonimi është duke punuar në mënyrë perfekte. Shumica tregu, në fakt publiku në kripto ka dalur jashtë kontrolle duke pretenduar se Satoshi Nakamoto mund të jetë pikërisht Jeffrey Epstein. Edhe pse ky person ka ndëruar jetë në burg, nuk e di a e kanë vrarë që kanë bërë, por në burg ka ndëruar jetë, shkruajnë se ka bërë vetvrasje. Është klasike në këtë kushte që shumica që janë të vlefshëm në burg normalisht të bëjnë vetvrasje dhe shumica pretendojnë që ky është Satoshi Nakamoto.
çka menoni ju? A është Jeffrey, çka menoni ju? A është Epstein, Satoshi Nakamoto, ose është ndaj person anonim? Shkruani në koment çka menoni rreth kësaj teme. Po ashtu mos harroni të bëni like këtë video dhe të bëni subscribe chanelin. Shanset që Bitcoini të vjerë në $65,000 rritën shumë. Në Polymarket, ku shumica njerëzve bëjnë bast, 72% kanë bërë bast që Bitcoini do të bje ndër $65,000. Si që dim, në Polymarket njerëzit ku bëjnë bast, në 95% statistikave që dolin atje, janë të realizuara dhe reale. A do të bje Bitcoini ndër $65,000? Unë nuk e di, nuk mire me trade, nuk mire me future. Ju që mirani, nëse menoni që do të bjen, nuk këshilloj që të mirani me trade dhe me future, por nëse menoni që mund të bje, mund të provoni ndaj short, nuk është këshill financiare, mos të ndodhë që të humbisni para, të hini short, që Bitcoini të shkojnë në $100,000 dhe të vjeni të thoni, ti ki thonë që të hi short. Jo, kjo nuk është këshill financiare, vendosni vetë, a do të hini short long, unë nuk mire me atë tem, nuk mire me short long afat shkurt, veç DCA spot afat gjatë. Lajmi i radhës është që Gjermania ka vendosur zero tax mbi kriptovaluta nëse mbani më shumë se një vit. Po ashtu zero tax në këtë rast është për Bitcoinin. Zero tax ka vendosur edhe Zvicra për investime në kriptovaluta. Disa shtete veç e kanë nëse posedo më shumë se një vjet dhe nuk bën shitje ose blerje, kit zero tax. Disa shtete në Ballkan e kanë, e ka sa jam me dini Kroacia, i cila ka pasur rezerva miliarda në dollar amerikan. Çka bën? I shet dollarët dhe me çdo dollar blen ari. Kina blen me shumicë ar në mënyrë agresive dhe argjend. Dhe kjo është arsyeja pse dollari amerikan do të pasoj humbje masive në të ardhmen, inflacioni, edhe nuk meriton më mirë Donald Trumpi, sipas mendimit tem, se kohën e fundit e ka tepruar me takset në shumicën e shteteve. Ai mendon se mund të bëjë çka do vet, por kjo është edhe një dënim, kjo është një dënim i mirë nga ana evropiane kundër Trumpit, që ta di që nuk është ai udhëheci i botës. Grant Cardone zbulon se ai e njeh një person të afërm që ai person ka mbi $10 milion në argjend. Dhe ai person kur ka shkuar që të shes atë arin argjendin, normalisht ka marrë 30% ma pak vlerë nga tregu aktual. Çka do të thotë? Nëse ari shembull shitet në momentalisht e ka vlerën $100,000, ati ja kanë ofruar për t'ja bler arin në vlerë $70,000, 30%. Dhe ai thotë që në Bitcoin ju mund të bëni blerjen dhe shitjen në disa minuta dhe ju nuk duhet të mireni me opcionin ose të mireni me sendet se kush do të blej Bitcoinin nga ju. Hini në market order dhe në njëjtin moment mund të bleni ose të shisni Bitcoin. Ai thotë që Bitcoini për mua nuk është veç para, është edhe teknologji, ndryshe nga ari dhe argjendi. Dhe kur të shohim realitetin, s'ka faj Grant Cardone se të kesh shembull $10 milion në ar ose argjend, duhet të kesh rezerva, duhet të mendosh se ku do të çosh, ku do të deponosh atë ar ose argjend. Ajo mund të jetë me 1000 kilogram, edhe duhet të sigurosh depon për atë ar. Kurse $10 milion në Bitcoin mund të jetë në një USB të vogël, momentalisht nuk e kam këtu, në një cold wallet të vogël si një USB, dhe ju mund të merrni kudo çat USB. Dhe nuk duhet të mendoni ku do depozitoni USB-n, se nuk ka 1000 kilogram, ai USB ka 5 gram dhe mund të shtini në xhep, mund të shtini në kuletër dhe të jeni rahat për çdo sen. Dhe nuk duhet normalisht të mendoni se ku të shesni atë arin dhe të mendoni se dikush do t'ju jap 30% më pak nga vlera. Kelly Wood thotë që të gjithë investitorët në ar që janë të shesin dhe të blejnë Bitcoin.
para se Bitcoini të arrijë një vlerë $1.5 milion. Okej, këto janë shprehje që na kanë dalur për mi krye se Bitcoini do të shkojë 1.500.000, Bitcoini do të shkojë në $10 milion. Kena pasur shprehje edhe nga Cizi Binance ku ai para një jave ai ka pretenduar se super cikël po na pret, kurse gjë ose pa gjë e pash që ai ka shkruar përsëri që super cikli është ndërprer. Domethënë, këto janë manipulime haptas ku Bitcoini do të ketë një vlerë $1.5 milion, por jo sot, jo nesër, jo mas 2 vjet, mas 3 vjet. Do të ketë një çmim ndoshta mas 2 ose 3 halvingave, që do të thënë një halving gjatë 4 vjet, që do të thënë 8 dhe 12 vjet mund të vlej Bitcoini këtë çmim, por jo sot që pretendon këtë vit. Këto janë pretendime maramendëse dhe jo reale për momentin. Nëse keni qëndruar deri fund dhe keni dëgjuar deri fund dhe keni parë videon, faleminderit shumë, mos harroni të bëni like, subscribe chanelin dhe të përkrahni.